është ajo që s'do me punu thjesht, kur farçmimi si për shtatet, ndoshta këtu tena nuk japin maksimumin, edhe gjithmonë kërkojnë me dalë jashtë vendit për me kriju ndoshta një jetë ose një pagë më të mirë. Po unë thjesht ja kisha dhënë rastin që ja kisha lëshu vendin tem, me kam pronar edhe unë më bë punëtori i tyne, me ornat përgjegjën që nuk ka let me kam pronar. Të dashur mirë që jena këtu me pronarin e Bombay Kafe këtu në Prishtinë, i cili do të na rrëfen sa është e vështirë të menaxhosh një biznes kur e dina se çmimet kanë valvit, dhe ky me shumë entuziazëm e man këtë lokal dhe është në qendër dhe fokus për të gjitha grup moshat. Përshëndetje Blertan. Përshëndetje. Shkurt Toni, se më ka thonë mos ma përmenem në bone drejtë e Blertan. Qysh je Blertan? Meriton e kam emrin. Oke, Meriton, vajde fa. Toni Shkurt. Oke, se i nisha një të tonë krejt Toni, dhash meri unë Blertan, Meriton. Kështu që, Toni, qysh je? Mirë Shkurt. Unë e thash jena me pronarin e këtij lokali, ku bat për gjitha grup moshat, edhe jenë qendër fokus për gjithë thrit dhe trejat, edhe për pensioner. Kështu që, sa është e vështirë me menaxhu një lokal? Në momentin është shumë e vështirë se klasa punëtore është ajo që s'do me punu thjesht, kur farçmimi si për shtatet, ndoshta këtu tena nuk japin maksimumin, edhe gjithmonë kërkojnë me dalë jashtë vendit për me kriju ndoshta një jetë ose një pagë më të mirë. Edhe këtu janë pagat jashtëzakonisht të mira, si kamarjer, si banakjer, po diçka nuk e di çka nuk e josh për me punu qitë punë. Ndoshta dikush në vlerëson pse është kamarjer, ndoshta dikush pse o banakjer, se cilë po ka qef me kam pronar, po unë thjesht ja kisha dhënë rastin që ja kisha lëshu vendin tem, me kam pronar edhe unë më bë punëtori i tyne, me ornat përgjegjën që nuk ka let me kam pronar. Ma let është me kam punëtor se sa pronar. Po se ki përgjithësit më të vogla. Normal, gjithë çka është që kena shumë pagesat mëdha, po shtrajtu rryma, po shtrajtu klasa punëtore, po shtrajtu furnizime, gjithçka është i shtrajtum, po me çmime na nuk jena të lëviz, faktikisht jena të majtë një standard me rrogat që merren në Kosovë. Sa është një kafe këtu te ti? Një kafe e madhe është €1, espresso është €1. Domethënë kafja është shtrajtu jashtëzakonisht shumë. Prej një çmimi normal ka ardhur 2 fiqe i pagesës edhe faktikisht na s'jena lëviz kur gjë me çmime. Jena të desh me majt klientelën rahat, mos më rrit çmimet, po prapë se prapë ka ankesa se nuk e di. Blertan, ti e man qëtë lokal bashkë me vllajin tanë, edhe nuk lodhesh pothuajse asnjëherë. Jo. Edhe gjithherë del fol me klienta, edhe një pronar mu kanë në fokus edhe të njerëzve, edhe mikpritjes, edhe gjithë shkahit, është e mundemshme, po ti ka pe merr këtë energji. Po është thjesht unë kam kënaqësi çdo klient që vjen këtu me përshëndet. Të paktën me ja dhënë një ngrohtësi që je i mirëpritën. Besoj që edhe koha që tash në gastronomi jam që 20 vjet, unë ka bua që me klient me konë si me shok, si me shoqe, faktikisht qatë forme me i prit me një ngrohtësi. Ma mërmanja që ai që u ardhë një herë, u ardhë prapë. Nuk kena klienta që vinë edhe s'na vinë ma, për gjithmonë shtohen. Punojna me grupë moshat ndryshme, do më thonë ditën e kena tu përballë, kena shkollën Gjemal Mustafa, kena bibliotekën Hibzi Sulejmani, faktikisht e kena moshat e përzime.
edhe me krejt kalojna mirë, kështu që na i mirë të presum, dikujt i pëlqen ma shumë, dikujt ma pak, dikujt i pëlqen muzika, dikujt i pëlqen shërbimi. Faktikisht mundohem me çdo shtresë të klienta më konë njëjtë. Prej ka hit vjen Blertoni apo është thjesht Meritoni, se Meritoni, ua, ka pikë diçka në kryzë. nuk e di se çam ka ndodhur. Toni, prej ka hit vjen i ka i tje? Unë jam i lindur në Prishtinë. Do me thonë je Prishtina li. Sa është e mundim që me punu me njerëz që janë jashtë Prishtinës? A kanë kërkesa më të veçanta të persona apo jo? Jo, nuk është e vështirë se thjesht gastronomia e ka një rregull që me mirë prit klientin edhe klienti muni mirë. Për që ata vjen ajo edhe me shpenzu edhe me kalu një kohë të lirë që e ka. Ma mërmenja që të na nuk lumë rëllë është i Prishtinës a i cëllë ben është me rëndësi. Çdo klient që të qelë derën, për neve është klient. Nuk ka kur pa rëndësie i kajt është. Çfarë mesazhi ju kishte dhënë gjithë biznesmenave që kanë bizneset gastronomisë? Nuk po di çfarë mesazhe me dhënë se secili që është merr me gastronomi që tash e ka një farë vrulli të madh të klasës punëtore që punëtorët nuk dojnë me punu në vend vetën, dojnë me kalu në shtete tjera. Okej, në rregull, nëse gjenë ma mirë le të shkojnë. Po besëm që shumica që po shkojnë po kthehen prapë. Po lypin punë këtu se thjesht ndrysh është veni jetë, ndrysh është afër familjes, ndrysh është afër shoqënisë. Faktikisht që tu ke linë, që tu e ki knaqësin, kudo që të shkojsh knaqësin nuk ki. Ki punë, gjumë, e ki rutinën e njëjtë. Faleminderit që ishe pjesë e jona e ju të dashur me që rreni me neve, sepse gjanat e mira i sëllën veç na, Kosova Info ju informon për çdo gjë. Aty ku e bukra ka një emër, ai emër jetë na Kosova Info.